Faleminderit për prezencën. Kjo konferencë përshtyp është thirrë që të diskutojmë për ngecjen në fushën e politikës të jashtme. Imazhi i Kosovës po vazhdon të rënohet nga jo serioziteti i politikës jashtme kosovare, e cila natyrisht është edhe reflektim i ngecjeve të shumta në Kosovë. Një raport për Kosovën nga Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar, respektivisht nga Dhoma e Lordëve, u potencua nga deputetët anglezë që Kosova është një vend me një qeveri jo efikase dhe të papërvojë, ku ka nevojë për ndryshime themelore të kulturës politike dhe ku ndërhyrjet ngjyqësor dhe trafikimi i qenieve njerëzore janë nëpër masa shqetësuese. Raporti konfirmon atë që është thënë shumë herë se vërtet vrehet jo efektiviteti i autoriteteve të Kosovës në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Këtij imazhi të keq i ka kontribuar lufta e brendshme në mes të dikastereve qeveritare që merren me politikë të jashtme, e cila fatkeqësisht akoma po vazhdon. Para disa ditësh në një intervistë, ministri Hoxhaj sërish e demantoi kryeministrin Thaçi dhe zëvendës kryeministrin Pacolli, duke thënë se njohja nga mali nuk ka ardhur asnjëherë, përderisa kryeministri dhe zëvendës kryeministri insistojnë që ajo njohje ka ndodhur, por në ndërkohë është tërhequr. Ndërsa sa i përket Ugandës dhe Nigerisë, ministri në njërin anë deklaron se nuk ka njohje zyrtare nga këto dy shtete, ndërkaq në anën tjetër thotë që po pritet lidhja e marrëdhënieve diplomatike me to. Ministri së paku do duhej ta dinte që akti i njohjes i paraprin lidhjes së marrëdhënieve diplomatike dhe jo anasjelltas. Është po ashtu shqetësuese që dy njohje të reja, të cilat MPJ i pat konfirmuar publikisht, pra ajo nga Pakistani dhe nga Guajana, ende nuk janë vendosur në webfaqen zyrtare të MPJ-s. MPJ po e demanton vetveten kur po thotë që arsyeja e mos vendosjes së njohjeve të reja është për shkak se po përpunohet webfaqja zyrtare e tyre. Megjithatë, çdo aktivitet i përditshëm i ministrit Hoxhaj aty pasqyrohet dhe çdo gjë ndryshohet përveç listës së njohjeve. Pra kjo tregon qartë se ka mungesë transparence si ndaj faktorit të brendshëm dhe atij të jashtëm sa i përket numrit të njohjeve. Ashtu siç ka theksuar disa herë LDK, Ministrisë së Punëve të Jashtme i mungojnë orientimet e qarta strategjike dhe vrehet mungesë e koordinimit të proceset lobues edhe me shtetet mike. Strategjia e lobimit, të cilën me aq bujë e pat promovuar MPJ-ja, ka dështuar plotësisht dhe mund të konsiderohet një dokument i vdekur. Këtë e vërteton më së miri rezultati sa i përket numrit të njohjeve, me vetëm një njohje për këtë vit, që është njëherët edhe ritmi më i ulët i njohjeve që e ka pasur Kosova ndonjëherë. Madje edhe kjo njohje e proklamuar gjatë këtij viti, siç e thash, ende nuk është konfirmuar plotësisht nga Guajana, sepse nuk është vendosur në webfaqen zyrtare të kësaj ministrie. Sa i përket hapjes së përfaqësive të reja diplomatike, MPJ pat premtuar sipas strategjisë që gjatë vitit 2012 do të hap 5 përfaqësi diplomatike, siç parashihet edhe në strategjinë për njohje, ndërkaq vitin 2013 janë hapur vetëm ambasada në Australi dhe 2 konsullata. Kosova ende mbetet pa përfaqësim diplomatik në Amerikë Latine, në Afrikë dhe në Azinë Juglindore, një rajon mjaft të gjerë, ku prezenca faktike është e një rëndësie të veçantë. Për fat të keq, MPJ nuk është angazhuar sa duhet për ta jetësuar këtë objektiv të rëndësishëm dhe asnjëherë nuk ka sqaruar për opinionin edhe emrimin e ambasadorës për Amerikë Latine, siç thuhet në dekret, pa marrë fare pëlqimin e asnjë prej shteteve në këtë pjesë të Amerikës. Lidhur me liberalizimin e vizave, Komisioni Evropian në rekomandimin e parë për Kosovën pat kërkuar përmbushjen e kritereve teknike për të përfituar liberalizimin e vizave dhe në raportin e parë numri i kritereve ishte 95. Në raportin e dytë, pra pas një viti, numri i kritereve kishte rënë në 70, por kjo tregon që nëse vazhdohet sipas kësaj dinamike, pra rreth 20-25 kritere, për vetë Kosova nuk do të arrijë të përmbush kriteret as edhe në 7-8 vitet apo 10 vitet e ardhshme. Po flas këtu për liberalizim vizash. Ministri Hoxhaj para disa ditësh, duke u përgjigjur kritikave se ka punësime të shumta të paligjshme dhe kundër procedurave në Ministrinë e Punëve të Jashtme, deklaroi se në këtë ministri në mandatin e tij janë punësuar vetëm 20 veta. Mirpo, përgjigjen apo demandin e asaj që e tha mund ta gjeni në kornizën afatmesme të shpenzimeve, në një dokument ku vetë Ministria e Punëve të Jashtme e harton çështjen e shpenzimeve për të dhe kjo përfshihet në një dokument që vjen në kuvend, tregohet qartë që nëse krahasojmë vitin 2011, kur ministri Hoxha i kishte filluar mandatin, me vitin 2013, numri i stafit është rritur nga 171 në 272 persona. Pra janë punësuar 101 persona të ri e jo vetëm 20. Pra është dëshmuar që objektivi kryesor i MPJ-s nuk është lobimi për njohje të reja, e as antarësimi në organizata ndërkombëtare,
për punësimi i kundërligjshëm i militantëve partijak të cilët po dëmtojnë diplomacinë kosovare dhe imazhin e vendit nëpër botë. Faleminderit për vëmendjen, nëse keni pyetje lidhur me tema, urdhroni. Faleminderit shumë Vjosa. Ka pyetje? Në radhë të parë, LDK-ja ka publikuar programin e saj, sa i përket politikës së jashtme, është një program që mund ta gjeni edhe në faqen zyrtare të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila po përkthehet në një strategji konkrete. Ne mendojmë fuqishëm që imazhi i Kosovës përmirësohet vetëm me një Kosovë të fuqishme për brenda. Pra duke treguar vullnet të qartë politik për të luftuar krimin dhe korrupsionin, dhe për të treguar vullnet të qartë edhe për mos të ndërhyrë në gjyqësor, por edhe për të treguar përgjegjësi në mesin e politikanëve apo udhëheqësve të vendit. Qofse ne ndërtojmë një Kosovë të përgjegjshme, një Kosovë të fortë për brenda, atëherë kjo natyrisht do të reflektohet edhe nga jashtë. E dyta, sa i përket njohjeve, është esenciale që të ketë një koordinim shumë të mirë me shtetet mike. Po e përmend vetëm një shembull, një skandal që kur nuk ka ndodhur gjatë kohës që MPJ-ja është udhëhequr nga LDK-ja. Uganda dhe Nigeria ende figurojnë në listën e njohjeve në webfaqen zyrtare të MPJ-s, përderisa vetë sekretarja e shtetit Clinton, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, por edhe misioni i tyre përhershëm në Kombet e Bashkuara. Pastaj ambasadori anglez, zonja Ashton e shumë zyrtarë të tjerë që përfaqësojnë shtetet mike apo dhe organizata që kanë ndihmuar Kosovën e kanë demantuar që këto dy shtete kanë njohur Kosovën dhe kanë kërkuar urgjentisht nga MPJ-ja të hek ato nga lista për mos të irrituar raportet apo një njohje që potencialisht mund të vinë të ardhmen. Kjo tregon një jo seriozitet të paskajshëm. Dhe natyrisht që duke pas përballë njerëz të tillë që në vend të interesit të Kosovës mendojnë se kush do të marrë më shumë merita rreth numrit të njohjeve, edhe shtetet tjera nuk na marrin seriozisht e rrjedhimisht nuk rriten njohjet. Sa i përket organizatave ndërkombëtare, ne si LDK kemi potencuar që prioritet i politikës së jashtme për këtë vit duhet të jetë antarësimi në Këshillin e Evropës. Ju siç e dini, unë jam bashkë me një deputet të PDK-s përfaqësuese përhershme e Kuvendit të Kosovës në këtë institucion, dhe deri tani Ministria e Punëve të Jashtme nuk ka marrë seriozisht as këshillat e shteteve mike sikur Gjermania që të inicohet procesi i aplikimit. Sepse po hezitojnë për shkak të një qëndrimi të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Mirë, po kjo asambleja jap vetëm rekomandim, kurse vendimin final e merr Këshilli i Ministrave të Këshillit të Evropës, ku ne tashmë i kemi votat. Ka edhe shumë çështje tjera, nëse doni të hyj në detaje, padyshim që mund ta bëj këtë pa kurrë problemi. Për përfaqësi diplomatike në edhe në konferencat e mëparshme, patëm publikuar një listë të vendeve ku ne mendojmë që Ministria e Punëve të Jashtme duhet të hap ose ambasada ose konsullata. Unë përmenda shembullin e Amerikës Latine, shumë qesharake që të lëshohet një dekret të thuhet shembull që Vjosa Dobruna emërohet ambasadore në Amerikë Latine. Amerika Latine nuk është shtet, është nën kontinent dhe dekretet për ambasador duhet të emërohen vetëm për një shtet konkret. Pastaj mund të bëhen edhe për shtete tjera, por jo për një rajon. Kjo tregon që MPJ-ja ende pa e marrë konfirmimin nga asnjë shtet në Amerikën Latine ka emëruar një ambasador, sepse njëherë identifikojnë njerëzit të cilët dojnë të emërojnë në për punë caktuara, e pastaj mendojnë që duhet të konsultohen me shtetet përkatëse ku dojnë të hapin ambasada. Faleminderit Vjosa. Ka pyetje tjera? Po Art. Kemi një ambasador të hetuar të këtij lufte. Çfarë mendoni se do duhet të bënte MPJ-ja në këtë rast? Ne nuk kemi ende detaje rreth këtij rasti, prandaj edhe nuk do t'japin ndonjë deklaratë apo ndonjë koment të detajshëm në momentin që konfirmohet se çka saktësisht është duke ndodhur, a ka hetim, a ka vetëm intervistim, a ka akt akuzë apo konfirmim akt akuzë, pra në cilën fazë janë hetimet, vetëm në atë moment ne do të mund të japim deklaratë të saktë lidhur me këtë çështje. Faleminderit shumë. A ka pyetje tjera lidhur me temën? Po. Shtimi i eksponentëve të politikës jashtme, a i kanë veçur fondën e diplomacisë kosovare apo i ka prishur? Rasti konkret veç e Absolutisht i ka prishur, sepse Kosova duhet të flasë me një zë në politikën e saj të jashtme. Nëse ka shumë zëra, atëherë ata domosdoshmërisht nuk do duhet të jenë të çakorduar siç janë sot. Pra po e marr shembullin e Malit, ministri i jashtëm e bind kryeministrin të dalë para gjithë Këshillit Sigurimit dhe të falenderoj për njohje. Të nesërmën thotë jo, ajo njohje kur s'ka ardhur. Kryeministri e quan ministrin e vet spekulant, kurse zëvendës kryeministri Pacolli e quan ministrin e jashtëm njeri me shumë fytyra dhe patru.
A am nevoie të jap në një shembull tjetër për treguar se sa shumë po i bën dëm ky çakordim politikës së jashtme të Kosovës. Faleminderit ju, sa ka pyetje tjera? S'ka. Faleminderit shumë për prezencë. Shihim konferencën e radhës. Faleminderit.